Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur këtu në Okult Ezoterizëm, si çdo të mërkurë në orën 19:30. Ne takohemi për të bërë biseda pak filozofike, por në thelbin e rrugëtimit ezoterik. Sot do të flas për një nga temat më delikate që prek thellë në brendësinë e shpirtit njerëzimin. Do të flas sot për një sistem filozofik i cili në thelbin e tij synon lirinë e brendshme përmes arsyes. Ky sistem është njohur që në Greqinë e lashtë, por edhe nga njerëzit e mençur dhe njihet ndryshe si stoicizmi. Para se të filloj temën që unë kam përgatitur sot me titull Pa egoizmi në stoicizëm dhe shkrirja e vetvetes në arsyen universale, do doja t'i bënit subscribe channelit ton Okult në YouTube dhe mos harroni të lidheni me ne nëpërmjet faqes ton duke bërë subscribe dhe duke marrë njoftimet që çfarëdo gjë që channeli jon hedh në internet, ju t'ju vi njoftimi dhe ju të updatoheni me të gjithë programet që ne hedhim këtu. Tashmë keni parë që podcasti Okult ka arritur një vlerë 10.000 abonent ose ndjeksa të rregullt, të cilët kanë shprehur kënaqësinë që të na ndjekin dhe dëshirën për të na u bashkuar në këtë rrugtim që shpeshherë miku im Alfred e quan atë podcasti i lirisë, me moton e tij fjalët e arta nuk shkruhen në karta. Dhe përgjithsisht ka të drejtë sepse shumë gjëra të cilat janë vërtet themeli të vërtetës në pikpamjen tonë kjo, sepse vërteta nuk është e perceptuar nga një mendim kolektiv, por nga një mendim subjektiv nga secili prej ne, tregohet se dhe në shoqëritë e lashta të gjitha gjërat e vërteta ose ato me fuqi mentale transmetoheshin goja gojës dhe nuk shkruheshin në karta për të mos mbajtur këtu protokolle. Sot do të vazhdoj një temë shumë interesante e cila do t'ju prek në thelb të gjithëve. Shpesh keni dëgjuar që shumë filozofë të mëdhenj apo njerëz të ditur si perandori Mark Aureli, Platoni, Sokrati, përdornin një jetë stoike. Çfarë është stoicizmi në vetvete? Në thelbin e tij, stoicizmi është një filozofi që synon lirinë e brendshme përmes ushtrimit të arsyes. Ai mbështetet nga 4 virtytet themelore. Virtyti i parë është urtësia, të njohësh të mirën dhe të keqen. Atje është dhe fillimi i mençurisë, thot Pitagora. Virtyti i dytë është drejtësia, të veprosh në përputhje me të drejtën. Si do ta kuptojmë ne këtë? Duke u bërë vëzhgues të vetes tonë. Ne shpeshherë na rrëmbejnë mendimet dhe në shumicën e rasteve goja flet para mendjes. Por edhe mendja ndonjëherë flet më shpesh se sa ne duhet të kthjellohemi. Dhe drejtësia nuk ka të bëjë me mendjen apo me gojën, por ka të bëjë me atë që ndjen në shpirt kur ne veprojmë ose kur gjendja jonë emocionale largohet për një moment të caktuar. Dhe ne e dim brenda vetes tonë, shpirti e di se kur ne kemi vepruar mirë ose keq, dhe ju do ta kuptoni këtë nëse bëheni vëzhgues i vetes tuaj. Vetëpërmbajtja është një tjetër virtyt që të mos i nënshtrohemi impulseve tona emocionale, siç është inati, urrëtia, dashuria, gëzimi i madh, egzaltimi, epshi e shumë gjëra të tjera. Dhe virtyti i fundit dhe i katërti është guximi, të përballosh vështirësitë me qetësi. Shpeshherë kur disa njerëz nuk ju plotësohen kushtet normale të asaj që ne i quajmë jetesë normale, ku të plotësosh të gjitha standardet
normale dhe ti nuk e ke mundësin ti bësh këto, shpesher ti fillon të mërzitesh dhe të revoltohesh. Këtu për shumë arsye me të drejtë dhe disa pa të drejtë, për shkak të faktorëve të jashtëm ekonomiko, social, shoqëror që ndodhin dhe faktorëve të brendshëm se si ne reagojmë nga ato që na ndodhin në jetën tonë. Një shprehje e bukur që më kujtohet shpesh në filozofinë stoike është se kur jeta t'jep vetëm fasule, mos e ure jetën, por fillo të dashurosh fasulet. Në vetvete, stoicizmi nuk është një sistem moral që kërkon vetëm durim, por një ushtrim shpirtëror që të çon drejt mjaftueshmërisë së vetvetes, qetësisë së shpirtit dhe mosvarjes nga emocionet e pakontrolluara, duke bërë një jetë krahasuese, sepse ne në thelb jetojmë në një shoqëri inferioriteti ku ne krahasojmë çdo gjë me veten tonë. Ne krahasojmë se sa bukur kalojnë të tjerët. Ne krahasojmë se të tjerët kanë makinë dhe ti jo, ne krahasojmë se të tjerët kanë para dhe ti nuk ke aq shumë mjaftueshëm. Ne krahasojmë se nëse kolegu jot i punës ka bler një telefon dhe ti e ke ende të vjetër dhe për këtë futet një lloj gare në kokën tënde, ku dhe ti do të ecësh përpara me trendin e shoqërisë për tu përshtatur shoqërisë së spektaklit dhe standardit të jetesës, dhe këtu të fillojnë të lindin pakënaqësitë. Pra stoicizmi i kontrollon këto duke të dhënë ty jetën e arsyes. Në thelbin e stoicizmit është dhe pa egoizmi. Pra, unë jo më kote kam quajtur pa egoizmi në stoicizëm për të vetmen arsye. Pa egoizmi do të thot vetë mohim. Në kuadrin stoik, nuk është thjesht mohimi vetes, por është kapërcimi dëshirave tona personale për hir të virtytit dhe të mirës. Dhe të mirës më të lartë tonës. Heqja dorë nga egocentrizmi për të jetuar në një harmoni me logosin, arsyen, racionin universal që përshkron gjithësinë. Në stoicizëm nuk kërkohen kënaqësi, lëvdata apo pasuri. Njeriu nuk vepron për interesa personale, por për përputhje me natyrën dhe detyrën që i përket si qenie racionale dhe shoqërore. Epikteti i thoshte vetes. Epikteti është një filozof që nuk ka shkruar fare libra, por një dishepull i tij ka botuar nga të gjitha gjërat që ai komunikonte 2 libra. Dhe në një nga këto fraza ai thoshte vetes: unë nuk jam trupi im, nuk jam pasuria ime, nuk jam fama ime, jam mendja ime e arsyeshme. Në thelb, pa egoizmi në stoicizëm është që ne t'i përkasim rregullit natyror dhe jo mbi natyrës. Ne nuk jemi mbi natyrë, ne jemi brenda rrethit të natyrës, kafshët, mjedisit, ajrit, insekteve, shpendve, çdo lloj gjallëse në tokë, ne jemi një pjesë e tyre dhe jo mbi to. Stoiku është i pa egoist, jo sepse e mohon veten, por sepse e sublimon vetveten në një shkallë më të lartë. Ai nuk vepron nga frika apo dëshira, por nga arsyeja. Nuk kërkon përfitim personal, por përputhshmëri me natyrën dhe mirëkuptimin me gjithësinë. Kërkon të ketë paqe në shpirt dhe në harmoni me universin. Pa egoizmi stoik është një vetëdije e lartë për të mos qenë qendra e universit, por pjesë harmonike e tij. Në përfundim, që të mos e zjat shumë këtë dhe të vazhdojmë atë që un kam përgatitur për ju, do të thoja se pa egoizmi në stoicizëm është braktisja e impulsit vetjak për të jetuar në përputhje me një urdhër më të madh, racional dhe kozmik. Stoicizmi në vetvete është rruga drejt lirisë shpirtërore përmes vetdisiplinës, urtësisë, jetesës në përputhje me natyrën dhe arsyen. Njeriu si specie gjendet përballë një dileme të lashtë. Mendojeni pak këta miq, që nga fillimet
e qenies tonë ne dëshirojmë të ham ushqime të shijshme. Përjetojmë kënaqësi sensuale, të admirohemi, të zotrojmë pasuri dhe të ushtrojmë ndikim mbi të tjerët. Por sado që të përmbushim këto dëshira, kur nuk e ndjejmë ngopjen në të vërtetë, sepse etja për më shumë është e shkruar në natyrën tonë, është një mjet evoluimi. Nëse paraardhësit tanë do të kishin qenë plotësisht të kënaqur, ata nuk do të kishin pasur nxitjen për të mbijetuar edhe për të riprodhuar. Ndjenja e pamjaftueshmërisë nuk ishte avantazh i mbijetesës, por ky kuptim biologjik nuk e zgjidh problemin ekzistencial. Chelsea gjende diku tjetër tek iluzioni vetes miq, si një njësi e pandryshueshme dhe e veçuar nga bota. Dëshira ka nevojë për një objekt, mendoj, për çdo gjë që dëshiron. Pasuri, pushtet, ndjesi, siguri, por ka nevojë edhe për një subjekt, për dikë që i dëshiron këto gjëra, dhe kjo është vetja jonë. Një ndërtim mendor që e kemi trashëguar për të ruajtur strukturën e funksionit tonë si qenie të mbijetuara. Vetja është ena e dëshirës dhe burimi i frikrave tona. Por nëse arrim të kuptojmë se identiteti ynë i thellë nuk është një vetvete e fortë, e mbyllur dhe e ndarë nga universi, por një formë ndërthurje me vetë rrjedhën e kozmosit. Atëherë, krizat e dëshirës, zhgënjimi, fillojnë të treten. Shumë mund të thonë, kjo që po më thua Odise është një mësim budist dhe jo një mësim stoik, por unë nuk do të pajtohesha me këtë ndarje. Shumë tekste stoike përfshirë kapitujt e parë të Enkridionit të Epitektit tregojnë qartë se ideja jonë e zakonshme për veten si trup, reputacion, pronë është një mashtrim. Epikteti thot se stoiku nuk mund të dëmtohet. Një citat nga Enkiridoni 1. Nëse e mban për veten tënde atë që vërtet është e jotja dhe e sheh gjithçka tjetër ashtu siç është realisht, atëherë askush s'ka pushtet mbi ty, askush mund të detyrojë, s'do të zemërohesh me askënd, s'do të akuzosh askënd, nuk do të bësh asgjë kundër drejt vullnetit tënd, askush nuk do të dëmtoj, nuk do të kesh armiq dhe nuk do të vuash dëme. Pra, a mund të dëmtohesh ti nëse nuk je një iluzion i vetes? Nëse zgjedhim vetvete nga ajo që dëshirojmë dhe për hedhoj të saj kemi frikë, ne lirohemi nga dhimbja e përhershme e mos mjaftueshmërisë tonë. Dëshira është një zinxhir i padukshëm rreth qafës son. Çdo dëshirë e pakënaqur është një hallkë më shumë në zinxhirin e qafës. Por, a është kjo një formë vdekjeje? Nuk mendoj kështu. Përkundrazi, është një jetë në formën e saj më të plotë. Një jetë ku ndjesia vetvetes zgjerohet aq shumë sa shkrihet me gjithçka tjetër. A e ke përjetuar ndonjëherë atë ndjesinë kur je thellësisht i përqendruar në një veprim dhe ndihesh si të mos ekzistosh veçmas, por si të jesh një me atë që bën? Kjo është gjendja e rrjedhës, kur njeriu bëhet njësh me veprimin, dhe kjo është forma më e lartë e qenies. Kur shpirti nuk është më kufi, por është hapësirë. I ngjasojmë atij lumit që ka marrë rrugën drejt një oqeani dhe ka frikë të shkojë brenda tij sepse mos duket, pa e ditur se kur të shkojë brenda do të zhndrohet edhe ai vetë në oqean. Kur nuk mendon për dëshirat dhe egon e vetes, ajo humbet në ty dhe në ty fillon liria. Atëherë, kush jemi në të vërtetë, nëse nuk jemi një vetvete e pandryshueshme? Ne kemi mendime, kemi qëllime, dëshira dhe shmangje. Reagojmë kur na thrasin në emër, jemi agjente që veprojmë në botë. Për ky individualitet nuk ka pse të përkthehet në egoizëm. Ne jemi një bashkësi, përjetimesh në rrjedhën e vazhdueshme të kozmosit. Një shkëndij vetëdije brenda zjarrit të universit. Duke përjashtuar ato që nuk jemi, arrijmë te thelbi asaj që ne jemi.
Gjykimi, dëshira, shmangja dhe qëllimi, këto janë shtyllat e qenies sonë. Ne jemi mendimi vetë dhe për aq kohë sa mendojmë, zgjedhim, veprojmë, ne jemi agjentët të ndryshimit në botë. Dhe kur flas për pa egoizmin, nuk e kufizoj te gjestet e mëshirës, si shitja e biskotave, dhënia e parave hua një të varfri, apo ndihma e një të pastrej, apo ushqim një endacaku. Dhe pse ato janë pasqyra të bukura të egoizmit. Flas për kuptimin e thellë se vija mes teje dhe botës është një iluzion i trurit. Pa egoizmi është kur kupton se çdo dëshirë është një lak që të lidh me mungesën. Sa më shumë dëshira, më shumë mungesa, dhe sa më shumë mungesa, më pak kënaqësi në jetën tonë. Kjo është ajo që ne nuk kënaqemi dhe nuk përmbushemi. Edhe nëse sikur do t'ju jepnin sot 1 milion pound, ju me siguri ditën e nesërme do kërkoni sërish ushqim dhe sërish më shumë para. Ju nuk do t'jeni kur të lumtur me gjërat e kësaj toke, sepse gjërat e kësaj toke nuk janë për të qenë të lumtur, janë për të dhënë ty një kuptim më të mirë për jetën. Në fund, duhet të lidhesh me veten, sepse lumturia vjen nga brenda teje dhe jo jashtë teje. Jetesa duke u mbështetur në gjykimin e qartë dhe qëllimin e ndershëm na jep një formë lumturie më të thellë në jetë. Të ngjashme me rrjedhën mendore kur je i përqendruar në diçka që e do dhe po e bën me aq shumë pasion. Dhe njëkohësisht kjo sjell edhe etikën më të lartë në vetja jote, sepse nuk e shohim më jetën si ne dhe ata, por si ne të gjithë bashk. E gjitha kjo mund të duket e çuditshme, dhe në të vërtetë kështu është, për aq kohë sa ti nuk do ta përjetosh dhe do ta njohësh stoicizmin brenda vetes tënde. Dhe e di pse? Sepse stoicizmi është, siç thuhet, një paradoksal. Është një fenomen paradoksi. Fjala paradoks vjen nga greqishtja, e ndarë në para dhe doksa, që do të thotë kundër opinionit të zakonshëm. Dhe pikërisht, për këtë stoicizmi është më shumë se një filozofi. Është një rrugdalje nga vuajtja e zakonshme dhe mjerimet e jetës së përditshme që ne kemi nga dëshirat tona. Shpresoj që ju të keni reflektuar me këtë që sapo thash dhe ky kapitull shpresoj të ketë dhënë një pasqyrim të mirë në jetën tuaj. Unë mund të flas shumë për stoicizmin, por mendoj që kjo ishte mjaftueshme për të marrë një reflektim në një kohë shumë të shkurtër, të meni një rezultat shumë më të madh. Dhe për këtë ju falenderoj që ishit pjesë e imja. Unë jam Odisea Gora, studiues ezoterizmi, dhe faleminderit që jeni pjesë e këtij rrugtimi. Natën e mirë.